Dhe ku jemi në këtë situatë dialogut na? Njerë mas pari kemi një mungesë të një strategjie të qartë shtetërore për qasje në dialog. Pastaj, e kemi presionin ndërkombëtar për kompromise që do të jenë dëmshme për Kosovën. Vizita, keni kalu gjithë në eshtje. Vizitën e Kurtit në Paris, në Francë. Jo, në fakt, unë ndoshta me të pyet për darkën e punës që pat. Si ishte darkë pune? As pat transparencë, as pat agent, as për institucionet, as për opinionin publik, as për media. Çka ishte kjo sipas? Dhe tërë informacionin për agendën e atij takimi e kemi marrë nga Vučići. Dhe ju keni pa konferencën. Inderum na nuk mujna me u bazu në deklaratat e Vučićit. Jo, po s'ki pas tjera. Okej, po nuk mujna na me marrë si të vërtetë sepse jo, puna e Vučićit është me bë propagandë kundër shqiptarëve, kështu që na s'mujna me u bazu në deklaratën e Vučićit se çka ka fol kryeministri shqiptar Albin Kurti me presidentin Macron në Francë. Mirë. Krit çka kem ditë na për atë takim ka qenë çfarë ka fol Vučići në konferencën për shtyp. Duke thonë se unë i kam njerëz të afër tij, brenda strukturave. Kjo është lufta e tij. E di, kjo është forma e lufte. Pse se boni luftën këtu kundër propagandës tij? A keni pa në herë në herë? Nuk bën në nivelin e tij. A ka pas në nivelin e kujt? Në nivelin e Vučićit. Jo, mundet më ngrit nivelin e tij, jo më rënë nivelin e tij. Jo, lutem që të jemi më të kujdesshëm me deklaratat. Jo, nuk mundet më ngrit nivelin e tij. Fuqisë ti për diversion në Kosovë, për sabotim të Kosovës, për pengim të Kosovës në ecin përpara. E mirë, tash je më i qartë. Na nuk mundet më ngrit në nivelin ta thon banali, e poshtërsisë dhe politika destruktive që i ka Serbia në raport me Kosovën, dhe jo vetëm me Kosovën. Por gjitha republikat për rreth ku ka komunitet vetin. Çka ju la me kuptuar? Problemin këtu e kemi na. Vetë nalim ku kemi problemin. Se kryeministri i vendit i autorizuar me kushtetutë të dialogojë, të zhvillojë politikën e jashtme. Bëri vizitë në Francë për herë të parë, vizitë zyrtare, prej sa është kryeministër nga 20 aktej. Dhe cila ishte agenda kësaj vizite, a ka ditë dikush pa shku kryeministri? A keni ditë ju mediat? Që është detyrim me ditë? Jo. A e kanë ditë opinioni publik? Jo. A e kanë ditë institucionet kuvendi? Jo. A se din asot që ka bisedu? Çka dim? Pse duhet me mshef? Ta është ishtu probleme, çka dim? Veç çka ka fol Vučići në publik. Dhe çfarë ndodhi atje? Patëm vetëm një deklaratë presidentit francez, që tha se Kosova dhe Serbia duhet ta marrin modelin e marrëveshjes së Prespës mes Greqisë dhe Maqedonisë. Për të arritur paqen, asgjë s'arrit me atë. Sepse kemi një Maqedoni ku identiteti i atij populli që pretendon të bëhet komb, duke krijuar simbole kombëtare, ndërlidhet me toponominë e vendit, jo me autenticitetin dhe përkatësinë që e ka ai popull me territorin. Pra aty kemi grek, kemi bulgar, mund të ketë serb, janë shqiptarët. Dhe vetëmi popull autokton që lidhen me territorin. Që po përballen tash studentët. Pra, emrin Maqedoni si popull, si Maqedon, e kanë marrë me toponominë e Maqedonisë. Jo si në racë. Bullgaria e njeh shtetin e Maqedonisë, por jo kombin Maqedon, se thotë janë bullgarë mit. Greqia e dini. Dhe tani çfarë kemi këtu? Pak rëndësi ka kjo. Sugjerimin e Macron për një marrëveshje tipit Prespës. Si të dukjo? Dhe Kurti absolutisht s'ka reagu dhe s'ka bas një deklaratë lidhur me këtë. Që do të thotë në atë farë darkën e mbyllur, të cilën dhe konspiroi vetëm Vučići, u bisedua për një marrëveshje të re. Më e dhëmshme për Kosovën? Jo më e dhëmshme. Po që thotë se Kosova s'ekziston fare, populli i Kosovës janë serb, slavizum, të shqiptarizum, e që sot dikush i ka mësua atje me ma marrë këtë copë territor me po ishte. Kjo është logjika e thash kështu thjesht banalisht. A mund të jetë paragjykim ky zoti? Është paragjykim. Mund të jetë se serbët në doktrinat e tyre, zonja gazetare, thonë se shqiptarët janë ish serb të shqiptarizuar. Kështu na quajnë neve. Mirë, neve nuk na intereson ç'është na quajnë Serbia. Dëgjoj tash ti. Na po flasim për presidentin francez. Mirë, po ti më the pse s'na bën marrëveshja Prespës? A është e mirë a keqe? Jo, nuk thash marrëveshja e Prespës, po pse po e ngrenë paralel e tij. Sepse ai popull që quhet Maqedon nuk është Maqedon. Real ata Maqedon që i kemi pas na kushërin. Toka quhet Maqedoni dhe ata kanë marrë emrin në bazë të tokës Maqedon ose dalmatët që janë Dalmacia sot me që janë dalmatë e lirë. Apo kupton? Ose ta të Malit Zi. Prandaj marrëveshja që u sugjeruan nga Macron
është marrëveshje që e bën Kosovën dhe kombin shqiptar këtu në Kosovë. Inexistent. Mirë, a ka lider Kosova që i del kundër një presidenti francez? Vesh diçka. Populli shqiptar i Kosovës është popull autentik i këtij territori. Nuk janë siç janë bulgarët, grekët, serbët dhe shqiptarët që kanë bërë kombin Maqedon. Atje vetëm shqiptarët janë. Marrëveshja e Prespës e rrëbën kombin shqiptar brenda këtij territori, ndash popullin, ndash komunitetin, ndash me tjerë më modern. Dhe Kosovën e rikthen prap në ingerencat dhe pretendimet e Serbisë. Pra, kjo është marrëveshje rrezikshme dhe ky është zoti Kurti, që ende se ka hapur gojën dhe asnjë fjalë që ka thonë, as sa ditë konferencë për shtyp me Macronin, dhe as kur ka ardhur në Kosovë dhe këtu në kuvendin ton bëhen debate populiste, tipike populiste, dhe askush nuk e ka pyetur çfarë bisedove dhe çka është ky propozim i Macronit. Mirë, a ka Kosova dhe kjo është devijim nga kursi politik dhe diplomatik që kanë ndjek Kosova e që është përballë marrëveshjes finale me Serbinë dhe ratifikimit të kufirit. Me sa po e shohim, po rrezikohet totalisht Kosova dhe populli i Kosovës, populli shqiptar. A kemi sot në lider që nuk i përngjajnë zotit Kurti dhe janë të zotët i dalin përballa për presidentit francez dhe ta kundërshtojnë një propozim të tillë. Se është shumë e lehtë ndoshta veç me thonë Kurti s'po fol, po a ka sot dikush që fol dhe vepron? Po fol sa dush ti kur pushteti mbahet përmes propagandës dhe improvizimeve politike pa asnjë veprim të maturuar në aspektin strategjik përputhur me objektive dhe interesat kombëtare. Flet sa të dush, sepse pushtetet autokratike mbijetojnë përmes propagandës. Vendimet a i marrin shqiptarët e Kosovës për shtetin e vet apo i marrin evropianët? I marrin shqiptarët e Kosovës. Por çfarë shqiptar janë ata se? Dëgjoni, kemi një klasë politike që nuk ka asnjë investim, asnjë kontribut në këtë që sot quhet Kosovë, shteti i pavarur dhe sovran. Sot njërin kemi një kryeministër, analise duhet me zbarë situatën. Kemi një kryeministër që ka mohuar njëherë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka qenë kundër luftës. Është atashuar në një zyre të UÇK-s midis Prishtine. Në kohën kur ne po luftonim me Serbinë, kur Serbia masakronte shqiptarët kudo që i nxante. Është atashuar Albin Kurti nga takimi i Brezovicës si sekretare e Shadit Çkadreq në kohën e Bacës Adem në zyren e UÇK-s në Prishtinë. Bacën Adem e kanë keq përdorur sa i ka qenë i guximshëm. Ai ka marrë 28 vjet burg për një fjalë, për një dalë, bashkim kombëtar. Dhe normal që kanë edhe në një zyre, kanë mujt mi vrap, po me trem ju. Kurse ky ka qenë me detyrë speciale aty. Dhe e ka mohuar luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E ka mohuar Rambujen, ku Hashim Thaçi ka besu vetëm një fjalë të amerikanëve. Do t'ju pavarësojmë. Dhe Rambujen na ka shtin proces politik. E ka mohuar Vjenën dhe pakon e Atisarit, i cila i ka vendosur themelet politike dhe juridike të pavarësisë Kosovës. E ka mohuar momentin e pavarësisë dhe e ka quajtur tradhti, sepse pretendon në bashkimin kombëtar. Ka thënë se s'do të ketë ushtri kurrë, e. Dhe jemi ku jemi. Ka mohuar, shkojmë edhe një tutje, ka mohuar marrëveshjen Serbi-Kosovë për herë të parë, ku nënshkruan një kryeminist dhe një president i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës, si palë barabarta në një dokument ndërkombëtar, të garantuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump, për herë të parë. Pra, të gjitha këtu i ka hedhur punë, veç edhe pak. Shumë reale kjo, se krejt jemi këtu dhe i kemi po. Por, është edhe një tjetër realitet, që është më i votuari në historinë e pas luftës së Kosovës. Do të vi këtu. Veç ljepëm hapësirë, mos t'ja nisi tash me një tjetër. Tash kthehem tek problemi që kemi për momentin, që the a ka kush e ndalë dhe a ka dikush brenda që mendon ndryshe, që reagon ndryshe. Sa i përket atyre sfidave reale që i përmende prej fillimit, në aspektin e jashtëm, për dialogun, tham mjaftueshëm. Do me thonë, ky presioni ndërkombëtar dhe takimi i Francës është rrezik për të ardhmen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Pra, që nuk do të ketë mbyllje të procesit politik me njohjen dhe ratifikimin e kufirit, por një marrëveshje të Prespës. Kosova nuk ka nevojë për Prespë të re, por për mbylljen e procesit politik me marrëveshje finale dhe njohje. Tjetër, çka kemi tjetër? Kemi integrimet euroatlantike.
Këto e në sfidat reale që du të mi po tash. Ku jemi? Në emër të dërgimit të letrës në atë komitetin i cili përcakton këto politika, ne qarë pranun? Ju dhanë 25.000 hektar manastirit Deçanit. Keni po falsifikimin e dokumentacionit, dekretin e presidentit Tashi. Kjo është veprim diverziv më i rrezikshëm që bëhet në shtet. Këtu s'ka kush heton sepse në kapë të gjitha institucionet, prandaj dhe jemi në këtë stat ku jemi. Tjetër çka kemi? Nuk ka asnjë progres sa i përket integrimit në asnjë organizatë tjetër ndërkombëtare. Tani edhe NATO është në pozicion shumë diskutabil. NATO i ka probleme të veta. Jo, Kosova i ka probleme, se NATO s'ka probleme. Edhe Donald Trump po e konteston. Pikrisht pra, tash jemi në një proces ku edhe ato punime që janë bërë deri më tani për integrimin e NATO po mbesin në amolli sepse jemi në nënshkrues të bordit paqes, unë mendoj është mirë.